Organizmat janë të ndërtuar nga qeliza. A e dini se qelizat janë vëzhguar për herë të parë nga Robert Hooke, një studiues anglez që ka jetuar në vitet 1635-1703. Duke parë me mikroskopin e tij optik disa prerje të holla të lëvores së drurit të lisit, ai vuri re se ato ishin të formuara nga shumë dhomza si hojet e bletëve, të cilat i quajti qeliza. Sidoqoftë, studimi dhe njohja më e thellë e qelizës u bë pas më shumë se 100 vitesh. Nëse krahasojmë një luan, një korpull dhe një bakter, në pamje të parë duket se i vetmi tipar i përbashkët mes tyre është fakti që janë të gjallë. Megjithatë, ato ngjasojnë edhe sepse janë të ndërtuar nga qeliza. Qeliza është njësia më e vogël e jetës që mund të funksionojë në mënyrë të pavarur. Për vëzhgimin e qelizave përdorim mikroskopin. Qelizat janë shumë të vogla dhe nuk mund të shihen me sy të lirë. Për vëzhgimin dhe studimin e tyre nevojiten mjete zmadhuese si mikroskopi. Mikroskopët më të zakonshëm që përdoren për të parë qeliza të gjalla ose jo janë mikroskopët me dritë ose ata optik. Këta ka një sistem lentësh zmadhuese dhe një burim drite që ndriçon objektin e studimit. Rrezi i dritës bie mbi objektin që duam të vëzhgojmë, kalon në sistemin e lenteve zmadhuese dhe bie në syrin tonë. Kështu ne shikojmë një imazh të zmadhuar të materialit të vendosur në preparatin mikroskopik. Mirëpo me mikroskopet me dritë mund mos shikojmë çdo gjë sepse ato zmadhojnë deri në një masë të caktuar. Në rast se na duhet të vëzhgojmë struktura që nuk i shohim dot me mikroskopin me dritë, atëherë mund të përdorim mikroskopin elektronik. Për të parë materialin në preparat, ky lloj mikroskopi nuk përdor dritën, por elektronet. Të gjitha qelizat kanë disa tipare të përbashkëta. Të gjithë organizmat e gjallë, pavarësisht se sa ndryshojnë nga njëri tjetri, janë të ndërtuar nga qeliza. Ky pohim përbën bazën e teorisë qelizore. Sipas kësaj teorie, qelizat kanë disa tipare të përbashkëta në të gjitha gjallësat. E para, çdo qelizë e ka origjinën nga një qelizë paraardhëse. Kjo është pasojë e njërës prej veçorive të së gjallës që është riprodhimi. E dyta, të gjitha qelizat janë të ngjashme nga përbërja kimike dhe në to ndodhin shumë nga reaksionet kimike të botës së gjallë. Elementët kryesorë në përbërje të çdo qelize janë karboni, azoti, hidrogjeni dhe oksigjeni. Këta dhe disa elemente të tjera formojnë proteinat, lipidet, karbohidratet dhe acidet nukleike, makromolekulat në përbërje të çdo qelize. E treta, të gjitha qelizat janë të kufizuara nga membrana plazmatike. Kjo është një mbështjellje që e rrethon qelizën dhe e ndan atë nga mjedisi i jashtëm. E katërta, mjedisi brenda qelizor quhet citoplazm dhe është një përzierje e ujit me shumë substanca të tjera. Në citoplazm gjenden të gjitha organelet qelizore. Ajo është edhe vendi ku ndodhin shumë reaksione kimike. E pesta, të gjitha qelizat kanë një material gjenetik që përmban të gjithë informacionin e nevojshëm për zhvillimin, rritjen dhe shumimin e qelizës. Me përjashtim të disa llojeve të viruseve, ky material gjenetik është i formuar nga ADN-ja.